Nuk flasin me zë, por i bëjnë fakt gjërat pa zë. Po. Jo pa zë, dhe më thanë, është në zgjedhje shumë interesante. Për shembull, tani me pa media turke, kryetari i opozitës ka folur për një revistë huaj, edhe ka thënë që mos ngelni me sy mbyllur, sepse këtu bëhet fjalë për të drejtat jetike njerëzore, domethënë nuk jemi puna për hyna unë pushtet, ika unë nga pushteti, por në Turqi sot nëse thua që është gabim ky vendim i qeverisë apo i presidentit Erdogan, këtë quhet domethënë tradhtar i kombit turk. Nëse flet për jashtë, për shembull, për një media turke, kryetari i opozitës, çfarë të flasë kur vi një gazetar, një koleg i joni ta pyesë, çfarë do të thotë domethënë? Edhe tash ky po shkon e merr ndihmë nga jashtë, ku Erdogani, qeveria e tij, ministri i tij Hakan Fidani, ministri i buxhetit dhe ministri i financave dhe me Shimsheku, këta po kërkojnë para, sepse s'ka, domethënë Turqia, para po mundohet me mbledh para investitorë të huaj, por kur është puna për Amerikën, domethënë bëjnë gjithsesi anti-amerikan, por administrata Trump, administrata e parë Trump ka dërguar një letër presidentit Erdogan, që atë me të vërtetë që u fliq, domethënë sepse ishte lideri më i madh atje, thonë çun ta mbledhë mos u bë budall. I pa të thënë Trump i këtij Erdoganit, kurse tani pas 4 viteve, edhe i ka futur edhe ato kasta, domethënë Turqisë, dhe Turqia është vend shumë problematik për Amerikën në fakt. Por nëse i shohim këtë rradhë tjetër, i ka thënë që Erdogani është një mirë burr shteti, është i mençur, din televiz, domethënë ashtu, por normalisht që në rajon forcat që kërkon Amerika bë, domethënë qoftë presidenti Erdogan qoftë, por nëse i kthehemi edhe referimit që i thash në bisedën që kisha me ish presidentin Sulejman Demirel, Turqia dhe sidomos qeveritë turke qoftë e djathta, sepse pas Atatürkut ka ardhur Muhamedi në qeveri, por gjithmonë kanë shtuar votat, kanë ardhur në qeveri duke shajt Amerikën dhe kanë etur në qeveri duke hangër nga të mirat, nga nimetet e Amerikës. Politika Turqia, edhe ka edhe sot të njëjtën gjë, domethënë. Do të ketë zgjedhje të parakohshme në Turqi dhe kush do të jetë kandidati i opozitës në kushtet kur Ekrem Imamoglu si është edhe ndaluar tashmë kandidimi. Pra do ta ketë edhe të pamundur, jo vetëm se është në burg, po nuk i njeh as diploma, pra me një tuf problemesh mbi shpinë. Esmeralda është pyetje shumë e bukur, një në radhë të parë, mund ta bëj përmbajtjen me 2 fjali, por ja pak më gjerë për opinionin shqiptar. Në fakt, zgjedhjet e parakohshme ato të kemi, kjo është një pikë pyetje. Nëse presidenti Erdogan është i sigurt që do ta mposhti partinë opozitare turke, domethënë CHP, tjerat i ka marrë pranë, partinë kurde tashmë i ka futur në thes dhe i ka pranë në krah në parlament, dhe ato do ta përdorin votën kur të dojnë Erdogani. Nëse Erdogan e arrinte mund partinë opozitare turke, ku në fakt kandidatin e arshëm për president të opozitës është Ekrem İmamoğlu, tash ai ka dalë jashtë out, domethënë jashtë loje, por ka ende domethënë mundësi për të rikthyer Ekrem İmamoğlu, Esmeralda, pse për shembull, kjo Partia Republikane Popullore turke, kjo ka bërë në fakt presidentin Erdogan e ka para 23 viteve e ka bërë kryeminist, sepse as deputet nuk ishte presidenti i sotshëm Recep Tayyip Erdogani, dhe kjo e bëri tash një gjest të tillë mund ta bëjnë Erdogani për Ekrem İmamoğlu'n, do ta shohim domethënë në vijim, por automatikisht mos domethënë anullimi i diplomës këtë ka lënë pak out, por gjithsesi nga që kjo punë është totalisht politike dhe jo ligjore, domethënë ka vetë në dorë presidenti Erdogan dhe qeveria e tij, ministrat e tij, por dhe prokurorët e tij, domethënë anullon atë vendimin e marrë nga senatoja i universitetit dhe i rikthehet diploma e para. E dyta, nëse nuk arrin të bëhen zgjedhje të parakohshme, atëra kur do të jetë zgjedhje, do të jetë në 28-ën. Domethënë kemi kohë, por gjithsesi në këtë probleme kaotike nga ana e ekonomisë, nga ana e rritjes çmimi, inflacioni, mosardhja e investitorit të huaj, ikja e investitorit të huaj nga Turqia, mos ulën në një stabilitet, domethënë valuta kundrejt lirës, edhe këto janë gjithë ato problemet që
Kuptoj. Ja shtojmë edhe problemet për të drejtat e njeriut, të drejtën e fjalës së shtuar, Erdogan edhe në pozita shumë të vështira, por nëse opozita arrin ta konsolidojë, domethënë popullin. Edhe pse sot në Turqi më thanë që do dalë në protestë, do dalë në shesh quhet tradhtari i kombit turk, quhet tradhtari i fesë, quhet dushman i Turqisë. Gjithsesi nëse opozita do të arrisë ta konsolidojë këtë popullin, në nëntor do të kemi zgjedhjet e parakohshme, sepse vetë kryetari i opozitës Özel Kuşatçı këtë vit do kemi, sepse duke qenur ai hekuri i nxehtë domethënë me reformë. Rrihet sa është pa, e vërtet. Opozita si qendrin, por nëse Erdogani arrin të marrin në kontroll, ta përçajë domethënë opozitën, atëherë nuk kemi më domethënë, por për tani Erdogani është 3-4 pikë poshtë opozitës. Po pikërisht për këtë. Janë të mëdha dhe Erdogan është në një pozitë jo të mirë, qoftë në sondazhe, por qoftë edhe ekonomike, gjë e cila do t'ishte jo e favorshme për të nëse shkon në zgjedhjet parakohshme, nga ana tjetër nëse nuk shkon në zgjedhjet parakohshme, nëse nuk gaboj, ai nuk mund të garojë prapë për një mandat tjetër presidenti, apo ja? Jo, Esmeralda, kemi për kohë sa të jetë gjallë mund të garojnë. Mund të garojnë. Ka bëjë domethënë para 2 ditëve dhe mund të legojnë, nuk ka problem fare e punë, sepse vetë këshilltarët e tij, ky sistem ai vetë ka bërë me këshilltarët e tij, domethënë edhe nga ana nga gjitha ligjet ato që kemi ndërruar si me referendume, të gjitha janë bërë me dëshirë dhe sikur ka dashur presidenti Erdogan, dhe për këtë arsye domethënë nuk ka një gjë që mund ta pengojnë Erdoganin, edhe pse kushtetuta e ndëruar me referendum thotë që vetëm 2 herë do bëhet, Erdogan është hera 3 si president në ashtu, domethënë pra që 3 herë janë bëhen e 4 e 5 herë, kjo është pa problem. Edhe nëse kërkohet për shembull një numër i madh 360 plus në parlament nga 600 deputetë, dhe kjo e arriti Erdoganit të siguroj, sepse mori partinë kurde, Demin e mori pranë, dhe ato tashmë janë gati në gjendje tash. Vetëm gjë që ka opozitin, domethënë ka popullin. Dhe vetëm gjë që Erdogani friksohet si lider